Një ngjarje dy të vërteta. Në Top Albania Radio. Muaji maj mund të themi që nisi zyrtarisht më datë 11, datë kur u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Pas një fushate që i pati të gjitha brenda, më në fund ishte momenti që qytetarët të shpallnin me vot vullnetin e tyre. Rezultati ishte surprizues edhe për vetë partinë fituese, edhe pse Orakulli Rama e kishte parashikuar fitoren. Plot 83 mandate Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe koalicioni i saj 50, Partia Social-Demokrate 3, Partia Mundësia 2, Shqipëria bëhet dhe lëvizja bashk nga një përkatësisht. Siç duket, pas humbjes, Berishën e ka kapur sindroma e Lulzim Bashës. Ky është fillimi i një beteje që as ndalet më. Beteja vetëm ka filluar. Pas çdo humbje nis beteja, po drejt kujt vallë? Berisha ka plot 14 vjet që lufton për votën e lirë, dhe kur vjen puna futet sërish në zgjedhje, madje me besimin e plot për të fituar. Ndërkaq, një ditë pas zgjedhjeve, rikujtohet për narkoshtetin. Ka vetëm një strategji, ka vetëm një objektiv, rikthimi i votës lirë të shqiptarëve në kushtet e një narkoshteti të dominuar tërësisht nga kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama mbajti një fjalim fitoreje pa shumë entuziazëm, pasi sipas tij, ky është një mandat super i përgjegjshëm. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi hyje. Me sa duket avazi i viteve të fundit do të na shoqërojë sërish. Kaos në parlament, mosnjohje zgjedhjesh, protesta, mosbindje civile e të tjerë. Për të mbetur te zgjedhjet, shumë deputet të njohur për shkak të sistemit dhe listave të hapura e të mbyllura mbetën jashtë parlamentit. Nuk dim të themi nëse është lajm i mirë apo i keq, pasi na duhet të presim shtatorin, por Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Klotilda Bushka, Ermonela Felaj, Xhamal Qefalia, Toni Gogu, Arben Pëllumbi, Etienne Xhafaj, Etilda Gjonaj, Planent Ndreca janë jashtë parlamentit. Nga Partia Demokratike, Agron Duka, Dashamir Shehi, Dashnor Sula, Dhurata Çupi, Edmond Spaho, Enkelejda Libeaj, Monika Kryemadhi, Ilir Meta, Lulzim Basha e të tjerë. Gjithsesi, nuk e dim se si do të jenë deputetët e rinj, por vetëm korporata mos u riktheft më. Por çfarë është korporata e investimeve? Korporata e investimeve shqiptare parashikohet që t'i krijojë si shoqëri tregtare me pronar shtetin. Këshilli të ministrave transfermimin e tyre për korporatën. Ka edhe më keq në fakt. Deputetët do jenë dhe më llogarik dhënës ndaj qytetarëve tanë me elektoratin që unë përfaqësoj dhe është në periferi të Tiranës. Flasim këtu për Pati edhe disa gjëra interesante në zgjedhjet që lan pas dhe disa ironi të frikshme fati. Për shembull, në fshatin Hotolisht në Librazh, rreth 2 javë para zgjedhjeve, banorët protestuan për rrugën e fshatit, madje duke sjellë në protest edhe një arkivol në mënyrë simbolike. Si për habi, Partia Socialiste fitoi në Hotolisht me mbi 1000 vota. Po ashtu në fshatin Bele të Kuksit, materialet zgjedhore u transportuan me mushk pasi nuk ekziston rruga. Edhe aty fitoi Partia Socialiste. Edhe në Astir, në kryeqytet, një zonë që nuk ka as shkollë, as gjë, dhe qytetarët votuan në kontejner, po edhe aty fitoi Partia Socialiste. E po populli çuditshëm pas kemi qenë. Me të vërtet disa politikanë të njohur nuk do të jenë pjesë e parlamentit sezonin e ardhshëm, ama kemi prurje të reja. Yje TikToku që lindën në fushate madje përcaktuan fatin e trendin e fushatës. Ajo ka famën e një rockstari dhe quhet Zegjine Çaushi. Po vete ke fajin mo gazo, vetë se je i përdredhur shumë, je balerin që vetëm tundesh mo gazo. Po si të rasin tek PD-ja, Gazi i Zegjines, po mirë ta thonë, realitetin të thonë mo gazo, se vetëm mund ta qaj ty halli, se së do as kush, hiq gazo, hiq fare, as kush ta hap ty derën. Mos ta lëm më shumë Zegjinen se Nazuri, ama kjo fushat mbajti emrin e saj dhe sigurisht rivalit kryesor të saj, Gazbardi. Siç thot një shprehje biznesi, nuk ka marketing të keq. Gazo, mirëmëngjes hyllo, si mu gdhive sot, se ti më rri dhe vo natën e më pin gjim me gentin tek për tek me syt me xixha. Populli thot ata që shëtisin në 2 të natës nuk merren me punë mira. Po fushat do bësh o gazo, apo vetëm postime me kallëzime?
Njerëz do takosh gazo, apo hiq, se s'ka njeri që do ta hap derën. Vetmia e madhe e gazit, as Luani nuk është kaq vetëm. Pesën gazo, mos harro. Le të shohim nëse Gjineja do të ketë kaq zell edhe në kuvent përveç se në TikTok. Sa shumë kemi për të parë sezonin e ri parlamentar. Seanca e parë plenare pas zgjedhjeve ishte vërtet kaotike. Berisha nuk heq dorë nga zgjedhjet dhe kërkon përsëritjen e tyre e shpalljen të pavlefshme. Ai ndroi mbiemrin. Ai tani quhet Blendi Ju Gabati. tërhiq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit në i keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendje, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Gabati. Ja, ky është. Ulu në vend të heq drejt në fjalës. Të heq dhe drejt në fjalës. Vazhdo. Edhe pse në kuvent nuk mundi të shfryhej tamam, Berisha e vjoi fjalën e tij jashtë salle. Ikin dhe ja u thash dhe në parlament si që pat ju. Ishte shumë në drejt që në parlament të vinë. Bost e karteleve sësa këta. Ndërkaq, po jashtë kuvendit foli edhe Monika Kryemadhi, ku ajo dhe ish bashkëshorti i saj që ndodhet në Burg, nuk arritën të fitojnë një mandat deputeti. Ajo tha se nuk dihet përgjegjëse për fatin e ish burrit të saj. Shoh me përgjegjësi të madhe. Nuk kam qenë lider e deputetëve. Kam qenë një nga persona që kërkon të votë për Ilir Metën. Gjithsesi, Ilir Meta duhet thënë se u zgjodh si kandidati më i votuar nga të burgosurit. Një perle vërtet, dhe një arsye më shumë për të besuar se Meta është vërtet një mik i mirë.